Për kontributin e çmuar në atletikën shqiptare e mbar kombëtare, shoqata e intelektualëve Jakova ka nderuar me mirënjohje veteranin e atletikës Agron Muçaku, i cili përpos suksesit si garues, ka lënë gjurmë të rëndësishme edhe si trajner e organizator i atletikës kosovare. Kryetari i shoqatës Rushdi Sefa është shprehur se Muçaku mbetet ndër figurat më të respektuara të atletikës së veteranëve në Kosovë e Moxher. Ai mbetet ndër figurat më të respektuara të atletikës së veteranëve në Kosovë dhe Moxher. Pavarësisht sfidave dhe mungesës së kushteve për stërvitje, Agron Muçaku ka dëshmuar vazhdimisht se përkushtimi, karakteri dhe puna sistematike mund ta mbajnë një sportist në elitë edhe pas dekadash aktiviteti. Në kategoritë mosha 50, mosha 55 dhe mosha 60, ai ka arritur rezultate të nivelit ballkanik dhe mbarkombëtar dhe ndërkombëtar, duke përfaqësuar me dinitet atletikën shqiptare. Përveç sukseseve si garues, ai ka lënë gjurmë të rëndësishme dhe si trajner dhe organizator i atletikës kosovare. Nga viti 1984 deri në vitin 2000, ishte trajner i klubit të atletikës Vllaznimi në Gjakov, ndërsa aktualisht është kryetrajner i klubit të atletikës Burimi në Istok. Veterani i atletikës Agron Muçaku u shpreh se kjo mirënjohje mbart vlerë të veçantë morale e shpirtërore, si rezultat i viteve të tëra të përgatitjes, sakrificës e dashurisë për atletikën. Ju falenderoj për ndarjen e kësaj mirënjohje, e cila për mua ka një vlerë të veçantë morale dhe shpirtërore. Çdo mirënjohje ka vlerën e vet, peshën e vet, por kur një mirënjohje ndahet nga bota e dijes e kulturës së shtetit tonë, atëherë kjo merr një peshë më të rëndë, një ndjenjë më veçantë. Gara ndërkombëtare që u mbajtën në Shkodër, unë arrita që të fitoj 3 medalje të artë në 3 disiplinë të atletikës. Mirë po, prapa këtyre rezultateve qëndron një vitet e tëra të përgatitjeve, të stërvitjeve, të sakrificës dhe dashurisë që kam për atletikën. Jam i lumtur që sot e marr këtë mirënjohje nga qyteti im, në të cilin kam kontribuar me dekada si atlet aktiv, si trajner, si punëtor sportiv dhe së fundi si atlet veteran. Atleti Muçaku gjatë 4 dekadave gjysmë kontribut në sport si atlet, trajner e organizator, ka fituar 10 çmime në arenën kombëtare e ndërkombëtare në elitën sportive, duke mbetur shembull frymëzues i qëndrueshmërisë, disiplinës e profesionalizmit.